Përshëndetje, sot kam përgadit byrek me lakër, me lakra turshi, më e mirë se sa që ju mund ta bleni. Filloj me recetën. Në një enë unë po hedh ujë gjysej 500 ml, ujë i vakët. Pastaj këtu do të hedhim një lugë të gjellës kryp, dhe pastaj shtoj mielin gradualisht nga pak. Që brumit ju bëhet më i mirë, në fillim do të hedhni vetëm një sasi të miellit, që të përzihen mirë me ujin, e pastaj do të vazhdojmë edhe do të shtojmë pjesën tjetër të miellit. Për këtë recetë do të përdorni parafërsisht 850 gram deri në 900 gram miell, por gjithmonë brumin do ta kontrolloni ju se sa miell do t'ju shkoj me saktësi nuk mund t'ju them, prandaj ju brumin do ta kontrolloni, sepse gjithmonë varet edhe nga dënësia e miellit. Pasi kemi formuar brumin, unë e la brumin me pushu për afërsisht 10 minuta. Do ta mbuloni edhe e leni që të pushoj. Vazhdojmë tani dhe përgatisim edhe harxhin për të mbushur byrekun, lakra turshi. Lakrat në qoftë se i keni të tharpta shumë, mundeni pak me i la edhe me i përgatit kështu, pra i preni në pjesë të holla, sepse unë i kam kështu të gatshme. Do t'ju hedhni vetëm pak vaj edhe krip normal, nuk ju hedhim sepse ato e kanë kripën e vet. Vazhdojmë tani edhe për 3-4 minuta, do t'i kavërdisim derisa ta shterin këtë ujin që ju ka mbetur lakrave, pra së bashku me vajin, edhe lakrat do të zbuten pak. Ju mund të përdorni lakra turshi që i keni, vetëm se do t'i preni, dhe nëse janë shumë të tharpta, mundeni lirisht pak t'i lani me ujë edhe t'i leni që të kullohen. E pastaj ju hedhni vaj edhe i kavërdisni. Kështu pra duhet të shteret uji të rësisht. Pasi brumi ka pushuar, vazhdojmë edhe përgatisim brumin. Gjithmonë kur përgatitim byrek, që bureku t'ju dale më i mirë edhe mos ju dështoj asnjëherë, përgatitni në këtë mënyrë me kulaça dhe kështu byreku do t'ju bëhet më i mirë se sa që ju mundeni ta bleni në burektore. Pra të dashur miq, unë brumin do ta ndaj në 22 kuleç. Brumin siç po e vëreni nuk e përzi, pasi që e kemi hequr nga ena ku e kemi përgatit, por vetëm se do ta ndajmë në kuleç. Pastaj nga secila pjesë, siç po e vëreni, po formojmë nga një kulaç, edhe kështu të gjithë kuleçët do t'i la anash që të pushojnë, duke i përgatitur edhe duke i lënë anash. Pasi kemi përfunduar, siç po e shikoni këtu, kemi 22 kuleç të vegjël, të cilët i kam ndarë në 2 pjesë, pra 11 për pjesën e poshtme dhe 11 për pjesën lartë. Vazhdojmë tani edhe secilin kulaç e hapim sa një pjatë, në madhësim pra të një pjate, ose këtu siç mund ta shikoni në video, sa madhësia që ju po e shikoni këtu. Pak miell që mos ngjitet brumi për të holluse, edhe vazhdojmë edhe i çelim krejt kulaçat në të njëjtën mënyrë. Në fillim do të përgatisim pjesën e parë, 11 kulaçat e parë, edhe pastaj do të vazhdojmë me pjesën e dytë. Pasi që kemi përfunduar me 11 kulaçat,
do t'i lyej me vaj edhe pak margarin ose gjalp. Gjithsej për këtë recetë kam përdorur 125 gram margarin edhe parafërsisht 40 deri në 50 ml vaj. Tani po vazhdoj edhe po i vendosi njëra mbi tjetrën, kështu do t'i bëjmë bashk duke i renditur njëra mbi tjetrën, secilën petë të holluar, e pastaj në secilën petë do t'a lyej me pak vaj edhe pak gjalp, këto që i kemi përzi, vetëm nga pak, edhe kështu do të vazhdojmë derisa të përfundojmë me 11 petat që i kemi hapur për pjesën e parë. Në të njëjtën mënyrë, pra hapim petën, sa këto petat e tjera, e lyejmë nga pak me vaj edhe gjalp dhe vazhdojmë kështu derisa të përfundojmë 11. Pra njëra mbi tjetrën. Lirisht, të dashur miq, mundeni ko pas kohe që petat t'i rrotulloni her nga njëra anë edhe her nga ana tjetër, që mos t'ju ikin petat, pra të formoni një brumë krejt të njëjtë. Pasi përfundova me pjesën e parë, vazhdojmë edhe hapim kulaçat për pjesën e dytë. Kështu pjesa e parë do të pushoj. Në të njëjtën mënyrë. Pra, kemi përgatitur edhe pjesën e dytë, vazhdojmë e marrim këtë që ka pushuar. Do hedhim pak miell edhe do e hedhim petën. Petën do ta hapim duke filluar nga skajet. Edhe kështu do ta hapim sa tepsia kur ne dëshirojmë me përgatit. Unë do e përgates në tepsi katrore të furrës së shporetit, pra shporeti rrimës, edhe ju kështu do e hapni sa mallësia e tepsijës. Do ta rrotulloni nga ana tjetër e pastaj do e hapni edhe pak sa tepsia, kështu pastaj do ta keni gati për ta shtruar në tepsi. Tepsian, siç po e shikoni, e kam lyer me margarin. Tani shtrojmë shtresën e parë të byrekut. Pastaj bëjmë mbushjen e byrekut me lakrat që i përgatitëm pak më herët. Dhe pastaj do të shtrojmë edhe shtresën mbi të byrekut. Pra vazhdojmë me lakrat së pari. Shtrojmë edhe pjesën mbi të byrekut. Do të formoj edhe rrethin byrekut, kështu në këtë mënyrë. E pastaj byrekun do ta fusim në furrë të paranxehur në temperaturë 250 gradë, pra furrën e shporetit duhet paraprakisht ta nxehni në temperaturë 250 gradë. Dhe kështu, mbi byrekun do ta liejmë me yndyrën që na ka mbetur nga përgatitja e byrekut, e pastaj do ta pjeki në temperaturë 250 gradë, por do e pjeki me flutur. Pra, do ta lshoni dhe do ta aktivizoni edhe fluturën që byreku pastaj t'ju hapet fleta. Tani është gati byreku,
e fusim në furrë të parangrohur në temperaturë 250 gradë. Byrekun do e pjekim për 15 minuta në temperaturë 250 gradë dhe siç po e vëreni, byreku është pjekur shumë mirë edhe qelet fleta. Më e mirë se sa që mund ta bleni në burektore. Kjo ishte receta që unë e kisha përgatitur për ju sot. Shpresoj që ju ka pëlqyer. Deri në receta të tjera, shihemi me video të tjera. Nëse doni të përgatisni këtë recetë, përmbajuni të gjitha udhëzimeve që i kam dhënë gjatë gjithë kësaj videoje dhe sigurisht receta asnjëherë nuk do ju dështoj. Le të shikojmë si është bërë byreku. Mirëmbëjtje.